Pyetje për hoxhën, i nderuari hoxh, a mund të na sqaroni hadithin që flet për hudhrën dhe qepën? A është ndaluar vetëm shkuarja në xhami për shkak të erës së bezdisë të tjerët, apo ndikon edhe në vlefshmërinë e namazit dhe marrëdhënien me engjëjt kur njeriu fal në shtëpi? Allahu shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk është e formës së prerë që nuk lejohet me shkuar në xhami nëse ke hangër hudër. Por do të mos me hangër hudër në kohët namazit, për shkak se ka do munafikin to thirrë zonë ande hudra thotë tash s'bën me shku në xhami falen të shtëpia. Kjo është gabim. Hudra për shkak të shqetësimit të besimtarëve, për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërheqë vërejtjen që dhe kuptimi i hadithit është mos hani hurme para namazeve. Jo mos shkoni në xhami. Po nalni ato hudrat mos hani kur t'jen koha namazit, për shkak se hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo shqetëson njerëzit, i shqetëson edhe me laiket. Edhe pse këtë hadith me kuptuat tamam ç'ish duhet, do të me hek dorë për plot çështjeve tjera me cilat na i shqetësojnë muslimanët. Ai shqetëson për ditë të shoh, e të bogibet, e të shpif, e të rrejt e ka të hudra, nuk e dhja, bën me shku të shazbon, haje t'i edhe një thesë, shko se për ty s'ka gale hiç, se ti ke bo ka bërlëk. Me shqetësue muslimanët është gjëna. Sa është gjëna me shqetësue musliman, qaq sa edhe erën me një atat keqe për teje, e ki shqetësu njerin. S'është vepër e mirë. Çka me bo? Më të shkojnë aty, jo, me ti me shku përveç hudrat, aj mundësisht masjatësie, ose masabat që terit bëhat koha me të hekjera ose me përdor diçka e cila e hek erën e hudrave. Dhe ajo që i pengon njerëzit i pengon edhe me lajket, gjithashtu vlefshmëria e namazit është e saktë, kush falet me erë të hudra se na ka pengu këtonve e ka pengu me lajk, kjo namaz na vetë ka saktë, se namazi është prishet vetëm me veprimet të cilat e përcaktojnë prishjen e namazit, por se është namaz me të meta vallahu a'lam.